Zoti Dyshniku, çfarë kërkon të mbuloj apo justifikoj kryeministri Edi Rama me këtë lloj bonusi të dytë, siç e ka quajtur bonusi i pranverës pas atij të fundvitit të kaluar, duke qenë se situata është në këtë mënyrë siç po e përshkruani edhe ju? Që ka rrugë të tjera, më logjike, më normale, më humane, se kjo tallja. Ne jemi të moshuar, jemi 80-90 vjeç me sëmundje. Sa kanë fëmijë jashtë, po sa dhe s'kanë fëmijë. Sa i kanë dhënë burgje fëmijët. Se ky s'ka evidencë. Ka të tjerë që nuk kanë as bashkëshortin, apo bashkëshorten, janë të vetmuar. Ka një pjesë që janë edhe me qera, po dihen të radhë se sa ka marrë qerat. Si mund ta provullojnë një pensionist me 80.000 lekë, me 100.000 lekë? Pra, këto bonuset, ja thashun, këto janë karrem për të gënjur njerëzit, sa të fukarajnë e gënjen edhe me si punat e lypsit, me një dhjeçe të re e gënjen atë. Faleminderit thot ai. Apo kamarieri ku i lë te kafjanetje. Populli, ç'është ky? Ti. Ore, ky nuk e kupton ose këtë objektiv ka. Ky mas edhe këta të huaj, ndërkombëtarët. Ore, ti si mund të thuash rinis, hajdeni këtu ju ata që janë jashtë, apo rinis mos ikni. Kur këta të rinj që janë jashtë, që fëmijët tanë mo, nuk e shikojnë ata si trajtohet ky baba jon, ky gjyshja. Në sa niveli ka arritur? Si mund viktuaj kur shef që edhe unë kështu mund përfundoj? Jam kush do tjetë, dhe i kalama e kupton. Ua, të vi unë këtu do të i, të përfundoj kështu, lypës? Kjo s'ka logjik. A i thot hajde këtu, a i talët më, a i kriminal. Si të thosh hajde ti? Ku do vi këtu ojma, e inxhinjeri? Si do vi e? Ata e shkencëtar një pjesë. Ku do punojnë këtu? Kamarier? Ti s'ke më industri. Nuk e industri. Kjo është normale, edhe ky smesh shamë nga botën me këtë, unë i ditarë, një bojaxhi është. Qa ti ky më? Ky nuk dëgjon. Ti shikoj, ka mbushur ministrit me ca kalamaj, me njerëz anonim që si njeh kush. Nuk është qeveria vendi ku promovohen për herë të parë ata njerëzit e rinj. Përjashton ai shkencëtar botëror që ai po dhe ai do një menaxhimin e shtetit nuk e di. Ai mund të ditë teorikisht ca gjëra mund të bëj shpike. Se erdhe dhe këtu ajo, Rudina Seseri, nga Amerika. E dëgjoj këtë, hajde në Shqipëri dhe jep kontribut, ajo Durrësatja. Kandidoj, e doli vend parë në Durrës, u bë deputete. Mas 6 muaj dha dorëheqjen. Po pse? Se pas se ky ishte kokë vete. Iku ajo atje, edhe sa iku atje u shpall. Femër, një nga 100 femrat më të suksesshme në fushën e inteligjencës artificiale në Amerikë. Ky një bojaxhi e përzuri. Pse do të vinë të tjerët? Pse do të vinë? Ky do të shporrë një kryeministër që as dëgjon, as merr këshilla, as dëgjon kritika, le akuza jo një. Ky s'është për të punë. E kam thënë unë dhe babata kisha të unë kisha përzan nga shtëpia. S'është ky për kryeministër, ky është fatkeqësia e popullit shqiptar. Sot për sot ky është njeriu më i rrezikshëm për fatet e të ardhmes së fëmijëve tanë. Prandaj në zgjedhjet ky duhet shporur nga qeveria. Edhe fajtor, unë bëj antarësinë e Partisë Socialiste. Ka shumë njerëz të shfuar, njerëz që i dhimbse të popullit. Një kryeministër që të udhëheqë Shqipërinë duhet një njeri pak që të ketë cilësinë më të vlefshme, të i dhimbse të popullit, le të jetë shkencëtar sa doje. Po si dhim popullit, ai ka marrë fund. I zgjuar mund të jesh ti, po je shejtan. Nuk je shërbim popullit. Si ai vajtëm në 8 herë rresht atje me protesta, 5-600 me karroca, me paderica, pa pikën e dhimbësurisë. Ma një shembull, i kam thënë disa herë. Ky jo bonusi jo po. Ato të vitit të ri e çajën ato tjera. Ore valla, ka gjëra që janë më të thjeshta, e kam thënë vazhdimisht. Ore, hiq të vëshën pensionisti që merr 200 euro në muaj. Të gjithë faturat që do marrë, ka 200 euro ai që merr. Tani ky ushqime do marrë ky shket, edhe ca shërbime për shtëpi nuk do bëj biznes. Atëre të çdo muaj, mas çdo muaj ose në fund vitit, të gjithë to sasia lekëve, 20% që të TVSH-s jepja ktheja atij pensionistit. Le ta paguaj tamam atje në supermarket.
Ama në fund japi, i bie ati minimali që është për 200 euro, i bie që ti në fund vitit du t'i kthesh 450 euro. E s'ka nevojë unë të më japësh bonus e tallësh me mua. Pra ti më ke marrë me TVSH mua. Pra, nëse është 200 euro pensioni, me TVSH më ke marrë 40 me TVSH. Edhe del pensioni që është 160, se ti më ke marrë 40, ti më ke marrë. Ti që thua ti më jep. Pra duhet t'i kthesh në fund. Kjo është gjë më lehtë. Një kjo, e dyta. Ka marrë vesh kohët e fundit. E kjo është e aqe turshme sa s'ka ku të vejme. Një punojësi, i OSHS-a, keshi qashe e ti. Më tha, i thash unë, ore kjo lova rasishme të unë, në klub. Si shpuna kësa, i thash, ati 1 lekshit që na ullë energjie elektrike. Qa e 1 lekshit dhare? Ata talë, ata kënjen popullin. Po e diti qa bëhet me energjie dha, pa jo? Se di, thash unë. Ata the mund, tha, si bëhet. Hidrocentrali i ashet me TVSH operatorit të transmetimit 20%. Operatori i ashet OSHS me 20% u bën 40. OSHE-ja në ashet dhe me 20% TVSH u bën 60. Pra ne paguajmë 60% TVSH, jo 20% TVSH. Energjinë elektrike. Edhe ky thot, ta ula unë thot 1 lek. A e kupton më se çfarë turpi ma, çfarë babëzie, çfarë skandali, çfarë krimi bëhet ndaj popullit shqiptar, ndaj gjithë popullit. Dhe e fundit fare. Nuk është se s'ka kontributor. Pra nuk është kjo arsye pse nuk rritet pensionet. Po këtu fillon të punë më, se nëse s'ka punë, si do ketë kontributor? Se duhet punoj njerëzit që ti marrësh ti. E kam thënë mund të thjeshtë fare më. Në Tiranë vetëm 20% e fëmijëve shkojnë në qerdhe shtetërore. Shumë pak në qerdhe private. Pra 80% e nënave nuk shkojnë punë se do marrin fëmijët. Përveç dëmit që i bëjnë në mirë rritjen, në edukimin e fëmijëve, se nesër këta që shkojnë në qerdhe në kopshe, janë kontingent i parë i mundshëm për të bërë kriminale, kontingent i krimit të organizuar. Se si kujtohet? Njerëz pa edukuar ku do përfundojnë? Në hajdut, në prostituta, në vrasës? Ky thot, u shtuan ato. Po si ti që i lulzon, që i mbjell, i ashtu. I ushqen këtë situatë, këta njerëz. Tani, këta njerëz, pse s'hap qerdhe ky? Të hapi qerdhet, të shkojnë fëmijët në qerdhe, në kopshe, nënat të shkojnë në punë, të rritën të ardhurat familjare dhe njëkohësisht të shtohen dhe kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kjo është aq e lehtë sa dhe bufi e kupton. Po vetëm ai që është armik i popullit shqiptar se kupton. Kështu që kjo punë, kjo nuk mund të zgjidhet shumë. Nuk mund të zgjidhet shumë. Me këta që thonë skam, me këtë njeri e kam thënë dhe i para një jave në një intervistë. Ora, pse thonë skam o vëllai? E morën vesh që thua skam. Po mos e fillon nga skami, mos e fillon nga skami. Filloje ora me 200 euro edhe më pak. A mund t'i atoj një pensionist 80-90 vjeçar, kur në plan të parë ai ka ilaçet, ka mjekimet, ka analizat, ka shtrimet që shteti nuk i mbulon? A ka mundësi? Po ky njeri është njeri ky. Apo i ke destinuar ti si ata robërit e luftës që mbas jave do futen në krematorium? A do të shkojë ky 2-3 ditë në plazh? Është njeri edhe ky. A do të shkojë në ligjet ky me reumatizëm? Etj. A do shkojë ky? A ka qef ky pensionist i shket të shkojë ti çoj ti qirasi me një akullore apo me çokoladë mipër dhe mbesa? Apo ti çoj në një kënd lojrash? Po pse më ka çoj lypës është gjyshja dhe gjyshja?